Në çdo zemër shqiptari balon një flamur. Në çdo brez një histori që duhet kujtuar, në një vend të vogël ku gjyshe rrethej. Fillon logotipi i drejt rrënjave. Në një shtëpi të vogël shqiptare, aty ku aroma i kafes përzihet me kujtimet e brezave. Një gjysh ranjarat të vjetër. Brenda saj, një cof flamur e zberdhur nga vitet, por e mbezur nga pëtesa. Sot ai do t'u tregojë libërve e mbesave pse ky flamur s'ka kur. Gjysh, pse mban gjithmonë të mbyllur atë arkën? Sepse ai nuk është thjesht një ark. Pia ime, aty flen historia jonë. Histori? Po të kemi libra plot me histori. Librat tregojnë fjalët, por kjo ark tregon shpirtin. Është flamur ynë. Po pse duket kaq i vjetër? Ky flamur ka parë më shumë se unë, se ti, se ne të gjitha. Ka parë gjallë, lop, fitore. Dhe tani do të tregoj vetë historinë e tij. Gjysh, prapë me flamurin të vjetër? Nuk ndodhesh nuk e shpalosur çdo vit? Ky nuk është se flamur birë, është dashuri, gjallë dhe nder. Të pale ti flet. Po çfarë thot Gjysh? Se s'na flet dhe neve? Nëse do ta mund të dëgjoni, do t'ju fliste për burrat e Florës, që ngritën flamur me 1912, dhe për trimat e paleve që sotën lirit me 1924. Do t'ju tregonte se sa era ky flamur dikush e ngriti sërish. Kështu thonë edhe librat e historisë, por s'është njësoj si ta dëgjosh nga ti. Historia s'është faqe letra Arben, është kujtesë e drejtuar. Fëmijë, mos harroni se nesër në shkollë keni programin për 28-29 nëntori. Duhet të përgatisni diçka të bukur. Po, mos duhet se na thatë të përgatisim diçka ndryshe këtë vit. Jo vetëm poezi e kam. Atëherë, që do mos tregoni historinë tonë? Jo si mësim, por si kujtim. Siç ma tregoi mua, gjyshi im një ditë të ftohtë nëntori. Si gjysh? Si ta tregojmë? Me shpirt dhe me sy të hapur, sepse kur flet për dheun, syt dizën vetë. E jam i afër, do të tregoj si filloi gjithçka. Ishte 28 nëntor 1912, një qytet i vogël, por me zemra të mëdha, Vlora. Burrët ishin mbledhur në një shtëpi të bardhë dhe në dritare valonte një flamur. Ishte dita kur Shqipëria u bë e lirë. Në atë ditë të shenjtë, historia nisi të shkojë me dritë. Një flamur u ngrit në erë dhe gjithë kobi mori fyr për herë të parë si i lirë. Sikur ta shihni me sytë tuaj. Unë e di, në 1912 është dita e flamurit ku e ngriti Ismail Qemali në Vlorë. Po e vogla ime, ashtu është. Flamuri ynë nuk është vetëm pëlhur, është kujtim, sakrificë, dashuri. E po ndoshta se ndjej dot ashtu si shtoni ju. Është thjesht flamur. Flamur thua? Bia të vitë mi. Ky flamur ka parë më shumë se unë, se ti, se ne të gjithë bashkë. Do të doni vetë shihni çka bën ky flamur? Po gjysh, si? Dëlli sy, dhe mbani dorë në zemër. Listën e aty. Duka e Shqipërisë te klipa jonë, zotit. Arben, çfarë po ndodh? Nuk e di, sikur çdo që po ndryshon. Po shi, gjyshi s'është më këtu. Arben, pse do të më thënë gjithë këto data? 1912, 1944, të ngatrohen. Sepse jam pjesë e historisë tonë. Gjyshi thotë që pato nuk do të jeshim këtu si jemi sot. Dhe ja, kohë kthehet pas. Vlora, 29 nëntor 1912, një ditë që u shkruar me zemër e gjatë në çdo kujtim shqiptar. Era, është ai vet, Ismail Qemali. Nuk mund të jetë e vërtet. Jemi në historinë e vërtet? Zot Ismail, populli prej shenjën tuaj. Buka Shqipërisë, ne krypalon zotyr, tu bëm dita një mirë. E gëzofshim Shqipërinë. Të shishët nga vazët e lorë sonë. Si qëj ty më dit? Marigo. Marigo? Sa herë të përkëtojt dita e flamurit, do të këtojt dhe mërikë më dit. Zotërin, ka spretma, ka për shqiptar ka vajtur gjatë. Sot me 28 nëntor 1912 në Vlorë, shpaj para botës se Shqipëria është e lirë dhe e pavarur. Le të jeti kjo ditë, fillimi një epoke të re, të bashkuar në një flamur, një gjuhë e një zemër. Këto janë fjalët që kemi lexuar në librin e historisë, por tani po i dëgjojmë për një herë. Është si të jesh brenda librit
Këtë flamur që e solli pi Vlorës nga Stambolli do të ngrihet sot për të bashkuar zemrat tona. Nga Shkodri në Aninë, nga Kosova në Çamëri, të gjithë jemi një. Atëherë le të valë për jetë ky flamur, për gjuhën tonë, për tokën tonë, për betet të vinë. Sa bukur! Është si të shohësh një ëndër që merr frym. Kjo është historia jonë fëmi, nga Vlora 1912 deri në malet e lirisë, ky flamur nuk ra kurrë. E gëzofshim Shqipërinë! Rroth Shqipëria! E shpallim me besim në Zotin për të tokë të bekuar. Ata që ngritën flamurin e parë, janë pas nga manet. Që çdo peristuar me një gjyrë të kuqe të zezë si frymjete, por historia sapo kishte filluar. Arben, ku po në çon gjyshi? Këta duken si ushtarë, po çfarë po ndodh? Nuk e di, duket si koha ka ndryshuar sërish. Shiko, ai pari do të jetë gojo kushi. Shokë partizan, çdo centimetër tokë është e shenjtë. Nuk të lëmë armikës që ta bash Shqipërinë në Europë. Shqiptar dorëzoni, liria shkon të rekord. Gjermania është më e fortë. Jo, liria nuk mbatet me armë, as me tanke. Ajo lind në zemër dhe ju s'mund ta vrishti dot. Ne nuk luftojmë për pushtet, po për tokën që na rriti, për nëna që presin tjem, për fëmijë që s'kan bukë e sërish buzëqeshi. Zoti komandant, ju mund të merrni qytetin, po kur shpirtin tonë shqiptar? Trima me fjalë jeni, por kur t'ju të shpëtoj, kur pushkat tona flasin, populli që lufton për liri nuk ka nevojë të shpëtohet, a shpëton vetë. Ndoshta kjo është forca juaj e vërtet. E shqipni, edhe armiku t'je friku që një popull që nuk dorëzohet. Po fëmijë, kush është këtu? Ne jemi vetëm për të parë, për të kuptuar histori. Mirë ti me vajza, mësoni mirë, se liria nuk jepet, fitohet, do pres ka luftën e vetë. Ky flamur është fitim mirë, për të jetojmë, për të pijem, ka që ndërpetën në dorë shqiptare. Flamuri nuk gjeti takim, edhe pura në do mbrem sërish. Po mira, po këtë jemi këtu, për Shqipërinë tonë. Pas nesh do të vijen të tjerë, si këta fëmijë. Unë duhet të bëjmë si ajo vajza të mbroj flamurin. Ruaj e zemrën tënde për gëllushe shqiptare, sepse aty fillon liria e vërtet. Mos keni frikë vogëlush, mësoni mirë këtë çast, sepse lira lind nga zemrat që nuk dorëzohen. Ata po luftojnë për flamurin. Po, për një flamur që s'dua ta lënë të bjerë. Ky flamur nuk është thjesht pëlhurë, është gjaku, shpresa dhe dashuria jonë. Kur ta shikoni, mos harroni kurrë këtë ditë. Ne nuk kemi frikë nga armët, por kemi frikë të mos në harroj koha, që fëmijët tanë të qeshin të lirë dhe flamurit të valvitet pa njolla gjaku pita. Dritan, po të ndodh diçka me ne? Çfarë do të thuash brezëve që do të vinë? Do t'ju them se Shqipëria nuk është lirohet me armë, por me dashuri, me besë dhe me zemër që nuk u përkul kurrë. Ashtu flitet birë, kur zemra rre për flamurin nuk ka plus të ndaj. Në çdo qytet e madh u dëgjuaj njëjti zë. Nuk dorëzohemi dhe më në fund 29 nëntori erdhi. Shqipëria u shlirua.
është historia e unë fëmi, nga vjori 1912-ës, deri në malet e lirisë, këtë flamur nuk ra kurrë. Koha rrjedh, lufta mbaron. Në bankat e shkollës fillon një betejë tjetër, ajo e dijes, kujtesës dhe dashurisë për ateun. Brezi i ri mëson të mos harrojë rrënjë. Mirëmëngjesi fëmijë. Sot do të flasim për festën 28 dhe 29 nëntori. Luaj të përgatisim diçka të bukur për të vitin. Sepse ma ka treguar gjyshi im. 28 nëntori është dita kur u ngrit flamuri në Florë dhe 29-ta kur Shqipëria është lirua. Shumë bukur era, po ti kush tjetër? Unë. 1944 është dita kur Shqipëria mori frymë lirisht përsëri. Pikërisht e lira, flamuri është si zemra, rre për ne vetëm kur e ndjejmë. E ta bëjmë këtë si që duhet. Ti, Era, do të jesh Ismail Qemali. Unë do të jem ushtari i parë që mban flamurin. Kurse ti, Elira, do të recitosh vargjet për shpë. Në zemrën time, rreni shqipon, që fluturon në qiellin tim, kuq e zi. Unë jam dia e këtij vendi, që çdo gualet mban një histori. Unë jam rritur me këngë lirie, me tregime për trima që zudojtuar. Në çdo val, në çdo erë që fryn, tingëllon zëri atyre që luftuan. Dhe kur flamuri val vitet lartë, unë ndjej zërin e brezave që thëret. Mos haro rrënjët, mos haro gjakun, mos haro kushje, shqiptar i vërtet. Kështu duhet të shoh fëmi, jo vetëm të mësoni për flamurin, po të mbani në shpirt. Sepse historia nuk është vetëm ajo që ndodhi, por që duhet të ndjejmë ta ruajmë. Dhe kështu, në çdo klasë, në çdo fëmijë, historia përsërit ndryshe. Më i gjallë, më i pastër. As surprizë nuk është i vogël për të mbajtur flamurin, sepse flamuri rritet bashkë me ta. Koha ndryshon, por simbolet që lindin nga gjaku e zemra nuk plaken kurrë. Një flamur që s'ra as në luftë, as në erë e as në harresë. Ky është flamuri ynë. Çfarë keni zemrat e mia? Ju shoh si të mërzitur. A ju lodh historia e gjyshit? Jo, por ne pam gjaj që s'mund t'i përshkruajmë. Pam njerëz që na njetër për këtë flamur. E di, edhe pse s'kam qenë atje, i ndjej të gjitha, sepse çdo shqiptar e mban luftën në gjak, jo për armë, por për dashurinë ndaj vendit. Po ti babi, do të luftojë për flamurin? Po bi, sot nuk luftojmë me pushkën, luftojmë me mend, me punë, me ndeshmëri. Tani, liria mbron fjalën, dijet mirësinë. Ky është fronti ynë. Pra, çdo brez ka luftën e vet. Po, gjyshi luftoj me pushkën, ne luftojmë me vepra, ju me ëndra, por qëllimi i njëjtë është të mos lejojmë që flamuri të bjerë kurrë. Mirë e the birë, liria nuk mbaron me luftë, ajo fillon në çdo brez sëri. Kështu, në një vend të thjeshtë shqiptare, historia u trashëgua sërish. Nga gjyshi te babai, nga babai te fëmijët, sepse flamuri nuk bie kurrë, ai qëndron në zemër. Gjysh, shiko, ata janë prapë këtu. Po Era, ata nuk ikin kurrë, ata jetojnë në çdo brez të ri, në çdo zemër që rrej për Shqipërinë. Unë dua të bëhem mësues historie, që të tregoj të gjithë për to. Unë dua të vajtis flamurin çdo ditë. Unë dua të vajtis flamurin çdo ditë, që të mos ta harroj në kurrë. Ky flamur ka rënë mbi gjujtë, për asnjëherë s'është dorëzuar. Sepse ai lindi nga zemra e popullit që nuk u përkuq. Dhe u ngrit mbi kurrizin e atyre që dhanë gjithçka. Tani është rradha jote fëmijë të mi. Jo vetëm ta mbani lart këtë flamur, po ta mbani në shpirt. Sepse flamuri s'është për lurë, në dashuri, gjatë dhe terë. Nga Vlora në shkolla, nga malet në zemra. Historia e Shqipërisë nuk mbaron kurrë. Flamuri që s'ra jeton ende në sy të çdo fëmije shqiptar. Falenderoj mësuesit e Lirina Keta për turën e palovit që tregojnë me ne për të bërë në skenë të tjetë. Një falenderim të veçantë shkon edhe për drejtoreshën e shkollës, Lizita Kara,